bukur. Parqet dhe kopshtet e tij janë të lullëzuara dhe banorët e tij njerëz mikpritës dhe shumë punëtor. Në këtë qytet të madh ka një shkollë ku fëmijët që të vegjël mësojnë si ta duan Zotin dhe ta njohin atë. Dhe pikërisht në këtë shkollë ne gjejmë një vend shumë të veçantë. Është Lodrateka, ku ndodhin shumë ngjarje të bukura. Sa mirë që erdhe në kohë. U dova nga bukuria e qiellit dhe për pak sa nuk e humba orën. Hey, psiu, Toniku, mirëmëngjes. Mirë, e pse? E kur na qenë nga mëngjesi mirë? Pashiko. Çfarë ka ndodhur me ty miku im i vogël? I nuk je kështu. Ana, ajo shkështu që në mëngjes. Unë përpoqa me çdo mënyrë për të zbuluar se çfarë ka. Po ai nuk tregon. E gutullisa, bëra shaka. Dhe madje është pova kokën Tonikut me një nga majat e mia. Dhe hiç, asgjë. O Vareta, ti shpove Tonikun? Nuk e shpova shumë fort, Ana. E bëra vetëm për të parë nëse do përmirësohej. Por nuk ndodhi asgjë, unë po bëhem shumë merak për të. O Toniku, hajde, tregona të lutem. Je i mërzitur? Je mërzitur? Jo. Vetëm se po mendoja ditën, natën, yjet, diellin, peshqit e detit. Të gjitha i ka kryer Zoti, apo jo, Ana? Ashtu është, Toniku. Perëndia është krijuesi i gjithë shkaje. Por ekzistojnë e shumë gjëra dhe u del shumë kohë. Si ndodhi? Çfarë krijoi Zoti së pari? I krijoi të gjitha një herësh, apo i bëri të ngadalë, apo i bëri të gjitha Toniku, qetëso. Sa mirë, po shoh që u ktheve sërish ai majmuni llafazandi i gëzuar si gjithmonë. Këtu në shkollë, fëmijët tashmë kanë mësuar mbi këtë gjë. A do ta dëgjosh? Hajde, muzikë! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë qka bëri Zoti para ditës së shtatë. Vështrore teje me vëmendje shiko, dhe leta këndojnë çfarë Perëndia krijoi. Sa të bukur natyrën ai e ka krijuar. Kush është autori, shpytja për të menduar. E di shumë mirë, sepse ai banon në zemrën time, në zemrën time. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë qka bëri Zoti para ditës së shtatë. Në ditën e parë Zoti ka urdhëruar, u bëf të drita, jo kështu krijuar. Perëndia e ndan dritën nga erësira në natë, edhe dritën në ditë. Zoti pa edhe vështroi që kjo ishte mirë. Dritë erësirën, natën dhe ditën, Zoti krijoi në të parën ditë. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë qka bëri Zoti para ditës së shtatë. Në ditën e dytë, ai dini çfarë ka krijuar? Një kupë qellore atje lart të formuar, me ngjyrën bojqell ditën tonë zbukuroi, me rrethë e bardha ai e pikturoi. Zoti pa edhe vështroi që kjo ishte mirë. Qellore me të gjitha rretët, Zoti krijoi në të dytën ditë. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë qka bëri Zoti para ditës së shtatë.
mbushen ujrat Te peshqit krijoj Me faqen e dheut bëri të fluturoj Soj shte qeve që ëmba këndoj Zoti pa edhe vështroj që kjo ishte mirë Me miliona pish Në ditën o tuan Në ditën e pes Soj fluturuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë shka bëri Zoti para ditës së shtatë Në ditën e 6 Zoti bëri kashët Qent dhe macet të gjithë shtëpiakët Kafshët e egra që ecin viton Dhe s'paranika t'i shpërndau në përbot Zoti pa edhe vështroj që kjo ishte mirë Po në të dit një mrekulli realizoj Veprën e tij ai e kurorzoj Nga pluhurit tokës njeri u formoj Me duart e tij gruan krijoj Zoti pa edhe vështroj që kjo ishte mirë Ishte shumë mirë Familjen e parë dhe kafshët krijoj. Në ditën e 6 gjithçka përfundoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë shka bëri Zoti para ditës së shtatë Në ditën e 7 Perëndia pushoi Nga çdo punë që ai realizoi Sa shumë kënaqëm duke kënduar Për çdo gjë të bukur që Zoti ka krijuar E di shumë mirë sepse ai banon në zemrën time 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gjithë shka bëri Zoti para ditës së shtatë Hej, grupi, a dëgjuat të një zhurë? Edhe mos t'i qëve që? Jo, ku? Hajde të shohim. Pashikoni kush na që nga fshehur brenda kutisë me ngjyra. O Ina, po pse je fshehur këtu brenda? Jo, Ana, mos i trego askujt që unë jam këtu. O Ina, po ti po qan? Çfarë ka ndodhur? O, Ana, unë po fshihem. Po nga kush? Nga gjithçka dhe nga të gjithë, madje edhe nga Zoti. O Ina, po pse kështu më bukuroshe? Bukuroshe? Çfarë pate princesh? Princesh? Unë nuk jam princesh dhe as bukuroshe. Unë jam shumë e shëmtuar. Flokët e mi nuk janë të verë si dielli, syçkat e mia nuk janë bujqelli. Dhe kur vogëllyshët vinë këtu në lodrat tek, luajnë vetëm me lodrat e tjera. Mua as që më shohin fare. Unë jam të mërësisht e shëmtuar. Ina, ti je e bukur kështu siç je. Ti je tamam si Perëndia të planifikoj, si për brenda edhe për jashtë. Ai të lezetoj me shumë talent. Më lezetoj. Tamam, të lezetoj. Një patate skuqur, për shembull, nëse nuk ka krip, ti e di, mund të jetë ngrohtë dhe fat, por nuk ka shije, apo jo? Ashtu është, kripa e pshije. Zoti më hodhi krip edhe mua. Jo, Ina, Zoti të lezetoj me cilësi të veçanta. Ti je kaq e ëmbël, kaq e dashur, kur nuk i trajton njerëzit keq. Gjithkohë je e buzëqeshur dhe flet mirë për të tjerët. Është e vërtet, Ina. Ti një voglushe shumë e këndshme. Shiko, ti je e bukur, dhe jo për shkak të ngjyrës së lëkurës sate, të syve dhe të flokëve të tu, por sepse ishte ati qiellor që mendoi për ty dhe të formoi me shumë dashuri. Unë jam dakord. Ina, ti je super. Në sytë e ati Ti je një krye vepër që ai krijoi Me duart e ti formoi
Mirë, tani ndihem shumë më mirë. Sot i më do shumë, apo jo, Ana? Patjetër, Rina, sot i do të gjithë njerëzit, nga çdo racë, gjuhë dhe ngjyrë. Ai na do aq shumë sa që na dha Jezusit, birin e tij të vetëm, për të vdekur në vendin tonë dhe për të na bashkuar me Për të. të bashkuar me Perëndin. Po si të na bashkoj? Mirë, do të përpiqem të të shpjegoj më mirë. Vareta, eja këtu. Urdhëroj nushe. A mund të përdor një nga shkopinjtë e tu për të treguar diçka shumë të bukur për ju? Patjetër, Ana. Shikoni, këtu kemi dy bloqe. Imagjinoni Perëndin mbi një blok dhe ne mbi bllokun tjetër. Por të ndarë, a kuptoni? Dhe në mes, humnera e mëkatit që ndau njeriu nga Perëndia. Atëherë erdhi Jezusi dhe na bashkoi sërish me Zotin, si të ishte një urë e vendosur mbi humnerën. Kështu si këta shkopinj që po vendos tani duke lidhur dy bloqet. Po, Jezusi është ura. Kush dëshiron, mund të kaloj përmes urës. Hey, Ana, a ka një këngë që tregon këtë histori? Ka, po si jo? A të dëgjojmë? Dhe ndërsa dëgjojmë, hape zemrën tënde, sepse Perëndia do të flasë me ty. Në botë erdhi si njeri të na shpëtoj. Jetoj këtu dhe njohu dhimbjet tona. Por vuajti edhe fitoj në vendin ton. Të na tregoj krijuesin të vetmin Zot, që na do dhe do t'na restauroj. Falje ti është e pamas, asnjë mal s'është aq i lart, asnjë lugin s'është aq e thellë sa dashuri e Zotit ton. E madhe aq e madhe, e lartë aq e lartë, e thellë shumë e thellë, më e madhe se gjithë bota, por është e vogël sa mund ta mbajë zemra e atij që i dorëzohet shpëtimtari. Jezusi e la gjithë lavdin e tij. Në botë erdhi si njeri të na shpëtoj. Jetoj këtu dhe njohu dhimbjet tona. Por vuajti edhe fitoj në vendin ton. Të na tregoj krijuesin të vetmin Zot, që na do dhe do t'na restauroj. Falje ti është e pamas, asnjë mal s'është aq i lart, asnjë lugin s'është aq e
përsëri? Gjithçka në rregull, Ana. Unë po qaj nga gëzimi. Aha. Vetëm ku mendoj se sa shumë më do Perëndia. Edhe unë që përpiqesha të fshihesha prej tij. Ashtu është, ne nuk mund të fshihemi nga Zoti. Sot je nje zemrën time, a e di se çfarë po mendoj. Edhe kur unë jam vetëm, Jezusi po më shikon. A e di ku vendos duart e mia, a e di ku ecin këmbët e mia. Kur gaboj nuk më braktis, por faljen e ti më ofron. Nuk mund të luaj ku kapshetës me Zotin, as mund t'i largohem dashurisë së tij. Në çdo vend ku mund të njem, Jezusi më shikon. Me krahët e hapur ai më pranon. Nuk mund të vrapoj as të ikim nga Zoti, ai më rekon me mirëdashjen e tij. Me fuqia i të keqen e shkatron. Jezusi është miku im pas një dyshimi. Sot je nje zemrën time, a e di se çfarë po mendoj. Edhe kur unë jam vetëm, Jezusi po më shikon. A e di ku vendos duart e mia, a e di ku ecin këmbët e mia. Kur gaboj nuk më braktis, por faljen e tij më ofron. Nuk mund të luaj ku kapshetës me Zotin, as mund t'i largohem dashurisë së tij. Në çdo vend ku mund të jem, Jezusi më shikon. Me krahët e hapur ai më pranon. Nuk mund të vrapoj as të ikim nga Zoti, ai më rekon me mirëdashjen e tij. Me fuqia i të keqen e shkatron. Jezusi është miku im pas një dyshimi. Nuk mund të luaj ku kapshetës me Zotin. Në çdo vend ku mund të jem, Jezusi më shikon. Me krahët e hapur ai më pranon. Nuk mund të vrapoj as të ikim nga Zoti. Mirëdashjen e tij keqen e shkatron. Jezusi është miku im pas një dyshimi. Nuk mund të luaj ku kapshetës me Zotin. Jezusi më shikon. Me krahët e hapur ai më pranon. Nuk mund të vrapoj as të ikim nga Zoti, ai më rekon me mirëdashjen e tij. Jezusi është miku im pas një dyshimi. Hej grupi, a ju mori malli për mua? Po ku je, Moredi? Mendova se do të dukesh e këtej. Po bëja një xhiro rreth oborit të shkollës për të luajtur me fëmijët në orën e pushimit. Po, unë kërceva, luajta, rrotullova, unë gjita e zbrita, lëviza gjithë trupin tim. Sa u kënaqa. Sa gjë e mirë. Lëvizja shëndet dhe trupi ynë ka nevojë për stërvitje për të qenë i shëndetshëm dhe i fortë. Në të vërtetë, do të kujdesemi për trupin tonë, por jo vetëm për të qenë në formë.
e di sepse trupi ynë është i krijuar nga Zoti për lavdinë e tij, apo jo Ana? Gjithçka në ne ekziston për të adhuruar Zotin. Fakt që do të përdor të gjithë trupin tim për të lavdëruar Zotin. Sa mirë është të di që Zoti më krijoi, ai më bëri ta adhuroj veç çdo pjesë të trupit tim. Zoti do t'ja përkushtoj. Sa mirë është të di që Zoti më krijoi, ai më bëri ta adhuroj veç çdo pjesë të trupit tim. Zoti do t'ja përkushtoj. Zotin do të adhuroj. Qoftë se kemi haruar ndonjë pjesë të trupit ton, nuk ka problem, mirë? Çfarë na intereson është të dimë që gjithçka në ne ekziston. Për çfarë? Të përbuar, kokëve shpatula që një sy, gojëve veshë, unë të gjuhë, armë dhe kofshë, shpinën, qaf, qok dhe praponicë, kërshmisë, balë, edhe bryla, flokë, thojtë, gjithë gështrinë, dhe për krahë, edhe kyçe, vetullë, mjekër, edhe faqe, këmbë, kokëve shpatula që një sy, gojëve veshë, unë të gjuhë, armë dhe kofshë, shpinën, qaf, qok dhe praponicë, kërshmisë, balë, edhe bryla, flokë, thojtë, gjithë gështrinë, edhe kyçe, vetullë, mjekër, edhe faqe, dhe gjithçka brenda me ekziston, Zotin ta adhuroj. Që të sahuni fëmije! Kërcelar, përdor duart edhe këmbët, Zotin ta adhuroj, Zotin ta adhuroj. Bërta sfar, me zërin tim do të këndoj,
A mund të vazhdojmë të këndojmë, të vallëzojmë dhe të kërcejmë në praninë e Zotit? Patjetër, shikoj këtë. Sa të rritur kemi sot këtu, ë? Mirë, gjati të këptosh më mirë, që nga fëmijëria derisa të pakën. Zoti na ka bërë për lavdin e tij. Do të thërras disa njerëz këtu përpara. Gjysh dhe gjyshe, a vazhdoni të adhuroni Zotin Jezus? Sigurisht, mia ime, me shumë përgjithësi. Kërcelar, për të duarte dhe kënda, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj, Mërë të sfar, në zërin tim do të këndoj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj. Po babi dhe mami, Patjetër, me gjithë familjen tonë. Mund të këndoj edhe unë babi? Po si zemër? unë Kërcelar, për të duarte dhe këmbët, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj. Unë bërta sfort, me zërin tim do të këndoj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj. Po ti pastor? Unë do të jemi pari për t'i dhënë shembullin kishës time. Unë kërcej lart, përdor duarte dhe këmbët, Zotin ta adhuroj. Haleluja! Zotin ta adhuroj. Unë bërta fort, me zërin tim do të këndoj, Zotin ta adhuroj. Zotin ta adhuroj, Jehova. Po adoleshenti. Thonë që ne jemi rebel, por kjo është gënjeshtër e djavit, kuptove? Ne nuk jemi të vendësishëm. Ne që i përkashit Krishtit jemi të mbushur me frymën e shenjtë. E more vesh! Kërcelar, për duarte dhe këmbët, Zotin të adhuroj. Zotin të adhuroj. Më bërta sport, me zërin tim do të këndoj, Zotin të adhuroj. Zotin të adhuroj. I bërës Krishti, i bërës Krishti. I kërcelar, përdor duarte dhe këmbët, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj. Unë bërta sfort, me zërin tim do të këndoj, Zotin të adhuroj, Zotin të adhuroj. Sa bukur! Sot e kjo gjithë shka! Edhe mua qëra ashtu! Në barkun e në nësimi, Perëndia më formoj! Pikërisht, me siguri kur ke lindur ti ka qenë një shpërthim gëzimi. E gjithë familja gëzohet kur lind një fëmijë. Familja është aq e mirë, aq e hinori, aq e rëndësishme. A keni të gjuar se çfarë këndojnë fëmijëtarë e familjes? Hajde grupi, për ju, repi i familjes! Toin, toin, siki siki toin toin. 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 Ne kemi një mesazh që duam që temi. Zoti në era dhe të gjithë e kemi. Të qoni me vëmendje që të kuptoni për dhuratën e tij. Kujdes të tregoni sa mirë kemi një familje, familje të bekuar nga Zoti. Babi, mami dhe fëmijët, gjithmonë të bashkuar, kërkojnë Zotin. Gjëja më e çmuar që dikush mund të ketë nuk jetë në dyqan dhe as shitet me lekë. Por është e rëndësishme Dhe
ka shumë vlerë për shto jetosh si familje me Zotin për herë. Sa mirë t'kem një familje, familje të bekuar nga Zoti. Papi, mami dhe fëmijët gjithmonë të bashkuar kërkojnë Zotin. Papi dhe mami mendojnë për mua, duhet të jetoj si më keni mësuar. Në shembulli juaj duhet të mësoj, të lutem çdo ditë dhe Biblin ta lexoj. Sa mirë kem një familje, familje të bekuar nga Zoti. Papi, mami dhe fëmijët gjithmonë të bashkuar kërkojnë Zotin. Shtëpia ime është vend i mirë, ku mësoj për dashurinë, për familjen lutem për ditë që të kemi harmoni. Jam një fëmijë shumë inteligjent, u bindem prindërve çdo moment. Babin dhe mami dua t'i gëzoj, në çdo punë në shtëpi dhe në shkollë të mësoj. Sa mirë kem një familje, familje të bekuar nga Zoti. Papi, mami dhe fëmijët gjithmonë të bashkuar kërkojnë Zotin. Hey, ju aty! He miku im, a do të luash? Me lodrat e mia mund të luash sa të duash. Gënjesha nuk them dhe vëllezrit i dua për shkak të Jezusit që banon në mua. Sa mirë kem një familje, papi, mami dhe fëmijët gjithmonë të bashkuar kërkojnë Zotin. Duke folur për familjen, ja vlen të themi për ata që kujdesin, respekt le të kemi. Çdo person tjetër në familjen tonë, gjithmonë dashuri ai meriton. Sa mirë kem një familje, sa mirë të bekuar nga Zoti. Papi, mami dhe fëmijët gjithmonë të bashkuar kërkojnë Zotin. Shtëpia ime është vend i mirë, ku mësoj për dashurinë, për familjen lutem për ditë që të kemi harmoni. Shtëpia ime është vend i mirë, ku mësoj për dashurinë, për familjen lutem për ditë që të kemi harmoni. E dua familjen time, 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 e dua familjen time. Daj, daj, siki, siki, daj, daj. 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 Oh, Ana, mua dhe Edit na pëlqeu shumë kjo kënga, por po mendonim për ata fëmijë që nuk kanë familje. Po, ka shumë fëmijë në për rrugë, duke vuajtur nga uria. Gjithashtu, na erdhën ndërmend edhe ata fëmijë që nuk kanë dëgjuar kur për dashurinë e Jezusit. A e di çfarë zbuluam, Ana? Jo, çfarë? Zbuluam se duam të ndihmojmë. Zot, unë dua të jem një beki, unë të lutem dhe pse unë jam fëmijë, dhe me anë të lutjes ime shpirtra ti arrit që nuk e njohin të nden dashuri. Sot, sa lumtur jam që të njoh ty.
një fëmijë këtu, para se të flerë Zoti ti thot, shtrije dorën tënde dhe prer, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël. Sot, sa lumtur jam që të njoh ty, në kohët vështire unë mu të besoj, por ka shumë fëmijë që së njohin Perëndin, por me lutjet time unë mu t'i bekoj. Një fëmijë që është shumë larg mund të jetë i arritur nga krahët e dashurisë së Zotit Jezus. Nëse një fëmijë këtu, para se të flerë Zotit ti thot, shtrije dorën tënde dhe prer, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël. Zot, bekoje zemrën e vogël që është pa shpresë, fëmijët e mbar botës, që ata mund të njohin gëzimin tënd. Unë të kërkoj o Zot, bekoj familjet e tyre, në emrin Jezus. Amen. Zoti do fëmijët dhe do që ti mësoj, të njohin dashurinë dhe gëzimin e tij, dhe lutjet time ai do ta dëgjoj. Shtrije dorën tënde dhe prer, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël. Një fëmijë që është shumë larg, nga krahët e dashurisë së Zotit Jezus. Nëse një fëmijë këtu, para se të flerë Zotit ti thot, shtrije dorën tënde dhe prer, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël. Shtrije dorën tënde dhe prer, dhe cilje shpresën tënde, zemrës së vogël. Amen. Është e mrekullueshme kur lutemi, apo jo? Kur lutemi bëjmë ushtar të mbretit Jezus. Po, prit pak e grupi. A ka frikë ushtari? Ah, pse pyet Edi? Po në qoftë se ushtari nuk ka frikë, unë nuk mund të jem ushtari i Jezusit. Po, unë them se Edi ka nevojë për lutje. A e dini çfarë? Të jenë në mbrëmje pash një ëndër të keqe, pasi të gjithë i zuri gjumi dhe tritat e lotratekës u fikën. Mua më duket se gjeret po lëviznin dhe pash një dorë barbindi që duke gërvishu dritaren. Sa frikë që pata, ishte të mërshme. E mbulova kokën dhe qëndrova i heshtur derisa u zbardh. Edi, çfarë budallallëku? Ajo që ke parë mbrëm nuk ishte asnjë dorë për binçi, por ishte dega e pemës së oborit që nga era e godiste dritaren. Sa keq. Më falë. Botri Medi, sa herë të kesh frikë, kujtohu, Jezusi është me ty. Përpara ushtar. Në natën e di, këtu dhe atje, pranë mi është ëngjëlli
Jezusit, fitoria është e garantuar. Fitore garantuar vërtet Bereta. Kur kemi Jezusin si Zot të jetëve tona, mund të vrapojmë të strehojmë gjithmonë në krahët e tij të forta. Edhe nëse ndihemi të zbrazur dhe pa fuqi, duhet vetëm të kërkojmë praninë e Perëndis. Ai na mbush dhe na inkurajon. Unë dua të vrapoj drejt i Zotit si një drenush. Drenush? Çfarë kafshë është kjo? Drenusha është një kafshë që vrapon shumë shpejt. Bibla thot se ashtu si drenusha që vrapon për të gjetur ujë, ashtu edhe shpirti ynë e dëshiron Perëndin. Ua, sa bukur! Edhe unë dua të vrapoj shpejt drejt Zotit. Kalojmë situata të vështira, por nëse Zoti është në kontroll, gjithçka ndryshon. Jam plotësisht dakord, Ana. Se jeta jonë është në duart e Perëndis, gjithçka do të shkojë shumë mirë. Më duket se po dëgjoj një këngë tjetër. Në duart e Zotit jam
dhe luajtur, por sa shumë herë dhe për shumë arsye në jetë kemi vuajtur situata të shumta dhe shumë të vështira, kur kam nevojë të besoj në duart e Zotit jam previsja I do të më bekoj. Shumë më mirë, bukur fare, shumë më mirë, bukur fare, shumë 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 më mirë, bukur fare. Nuk e këndoj, unë të besoj në duart e Zotit jam previsja I do të më bekoj. Bibla na tregon për një familje që ishte të shpëruar. Babai kishte dhe kur dhe ata s'kishin asgjë për t'jetuar. Çfarë do të bëjnë, çfarë do të hanë, me borgjësi do t'jetojnë. Vetëm një mrekulli atë familje mund të shpëtoj. Por ishte një njeri, një profet I Zotit që quhej Elize. Një ditë ai I tha asaj gruaje që Zoti t'i zinte ves. Pak nga pak për çudinë e saj vëri filloi të shtohet. Dhe kjo familje pastaj me kujdesje me siguri do të shpëtohet. Shumë më mirë, bukur fare, shumë më mirë, bukur fare, shumë 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 më mirë, bukur fare. Unë mund të këndoj, unë të besoj në duart e Zotit jam previsja I do të më bekoj. Jezus ishte në varr me dhe shepët e tij për të kaluar detin. Ai u shtrise ishte I lodhur vetë pse viti, por pa pritur qeli I ver dhe filloi të vinte shi. Dhe shepët të friksuar menduan se nuk do të kishte shpëtim. E zgjuan Jezusin I cili ngrit me plot besim dhe gëzim. Urdhëroi ai që shiu të shonte me fuqisorin qësi. Furtuna ju vin, fjallës e tij dhe paqen patëm përsërit. Dhe dhe shepujt me të mahnitur se Jezus I ka plot fuqi. Shumë më mirë, bukur fare, shumë më mirë, bukur fare, shumë 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 shumë. Si bukur fare. Unë të këndoj, unë të besoj në duart e Zotit jam previsja I do të më bekoj. Në duart e Zotit jam previsja I do të më bekoj. Shumë 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 më mirë, bukur fare. Hej, grupi! Koha jonë së bashku ishte mrekullueshme. Gjithmonë nëse dëshironi mund të këndojmë më shumë dhe të mësojmë gjëra të reja në praninë e Zotit Jezus. Ju përqafojmë fort dhe mirupafshim së shpejti. Ciao! Ciao! Ciao!